Fermerët e fshatit Dërsnik në fushën e Korçës shprehen optimist për ecurinë e këtij sezoni bujqësor, duke theksuar se kushtet klimatike kanë qenë të favorshme për kulturat e mbjella. Sipas tyre drithrat, veçanërisht gruri, si dhe jonxha, paraqiten në gjendje të mirë dhe pritet të japin rendimente të kënaqshme. Me cilat kultura bujqësore jeni marrë? Me drithra, me patate, me jonxhe, në përgjithësi çfarë i duhen komunitetit. Sa janë sipërfaqet që keni mbjellë me këto produkte? 100 hektar kam aktualisht. Si ka qenë ky vit? Për këto mistrat, jonxhet ka qenë rrishit të mjaftueshme, të mira. Besoj për bujqësinë. Megjithatë, krahas pritshmërive pozitive për prodhimin, fermerët ngrenë shqetësimin për kostot e larta të punimeve bujqësore. Ata thonë se çmimet e plehrave kimike dhe inputeve të tjera vijojnë të rëndojnë ndjeshëm mbi ekonominë e fermave, ndërsa mungesa e fuqisë punëtore mbetet një tjetër problem i vazhdueshëm. Është shumë e vështirë bujqësia. Plerat, naftrat janë shumë të shtrenjta, edhe kemi shumë vështirësi. Pavarësisht vështirësive, fermerët e zonës bëjnë të ditur se tregu për shitjen e prodhimeve është i siguruar dhe se kërkesa për produktet bujqësore mbetet e qëndrueshme. Merë malësia për blegtori, domethënë në zonë e Rsekës, zonë e Vidhkuqit, këte janë nga Voskopoja lartë, në përfshat shesim, vazhdojmë shesim. Në të njëjtën kohë, ata presin nisjen e procesit të vaditjes për disa kultura bujqësore, duke e konsideruar furnizimin me ujë një element të rëndësishëm për mbarvajtjen e sezonit.